12 arsimtarët të cilët ishin të bllokuar në fshatrat e Brezë dhe Malin të Karadakut të Shkupit për shkak të rrugëve të pakalueshme dhe shtresave të mëdha të dëborës, pasdite me helikopterin e ARM-s u evakuuan dhe u sollën në Shkup. 5 arsimtar kishin ngelur në shkollën fillore të Brezës, kurse 7 të tjerët në shkollën e Malinës. Banorët e kësaj ane ankohen se janë të izoluar nga bota për shkak të kushteve të motit. Kemi shumë të gëzuar që në këtë rast na dolët në ndihmë dhe vërtet jemi shumë të kënaqur, nuk e kemi pritur në këtë moshë ne të arrijmë që të hypim në helikopter. Nuk u harrojmë këtë të mirë, për shkak se armata duhet të ndihmojë popullit, për shkak se këto fshatra me të vërtet janë shumë të izoluara, nuk mund të qarkullojnë ndihshëm, kanë probleme me gjërat elementare ushqimore, mos flasim për njerëzit edhe për kafshët, kështu që këto fshatra siç e pas vet janë totalisht të izoluara nga bota. Tash edhe rrymë në kënd, kështu që duhet ndihmë institucionale, qoftë nga shteti, qoftë nga shoqatat e ndryshme humanitare, me që me të vërtetë është primare për këto fshatra se janë të bllokuar një kohë bukur të gjatë. Përfaqësuesit e armatës së Maqedonisë që morën pjesë në këtë aksion të shpëtimit të thonë se ai ishte pjesë e punës së tyre. Çdo herë këto misione kanë një dosë të rrezikut, por bëhet fjalë për ekipazh të trajnuar, kështu që kushtet lejojnë dhe mendoj se nuk kishte kurfar problemesh. Ne jemi në dispozicion të gjithë banorëve të Maqedonisë, do të vazhdojmë të punojmë për popullin. Njësiti jonë është specializuar për punë të tilla, për shpëtime të tilla të personave të pafat, si ushtarak, ashtu edhe civil. Kjo është pjesë e punës që ushtrojmë rregullisht. Pak ishin më tepër njerëz, ishte më vështirë. Për shkak të shtresave të dëborës e pakalueshme është rruga nga fshati Goshince deri në Brezë, në gjatësi prej 8 kilometra. Atje nxënësit për shkak të borës nuk janë në gjendje që ta ndjekin mësimin. Nga qendra për menaxhim me kriza ju bën thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos ata që jetojnë në viset malore të Karadakut, të Shkupit, Tetovës dhe rreth Velesit, si dhe ata në qendrën e skijimit, nëse vërejmë